ka vështirësi në të përkthyer, vështirësia që ndron nga ato se vjen duket sigurisht e thjeshtë, sigurisht nuk e rëndom. Ju apostuaj se do me të klasin që të shohim gazetë. Mirë po, kjo thjeshtësi më është vjen mashtruese dhe kërkon një precizion, sikurse ai që ka në të vetë kupton. Ky është një nga ata libra që ishte një detyrim shumë i fortë për ta sjellë, për shkak se është një libër më të mirë vërtet të Javier Cercas. Pra se në fakt ai do të ishte këtu me ne dhe i kërkua që të vinte, por e pati të pamundur për shkak të shumë impenjimeve që kishte në këtë kohë, por ai ka premtuar se vitin tjetër ai do të vinë në Shqipëri. Në fakt, Cercas përfaqëson një shkrimtar të tillë që ilustron një trend në letërsinë moderne, botërore sot, që është ndërthurja e imagjinarës, e fikshionit, si themi ne, me realin, apo që kujdesia që ndërkallë, ndërkut, në vetë letrave, faqe të tëra që shkruhen në stil publicistik, që kanë bëjnë me kronikë, që kanë bëjnë me informacion, që kanë bëjnë me ngjarje historike. Të cilat shkruhen si të ishin duke të bëjnë një reportazh, ose një artikël. Romani i tij i parë, që është roman shumë Shtohet e Stalandos, starton nga një artikull, është një artikull